Bismillahirrahmanirrahim. Zbatimi të praktikimit të Kuranit. Prej normave shumë të rëndësishme të leximit të Kuranit dhe të përfitimit prej tij është vënia në praktikë dhe zbatimi i mësimit të tij. Kjo do të thotë se njeriu duhet të jetë i gatshëm të zbatojë dhe të vërë në jetë mësimin e përfitimit prej atyre ajeteve të bekuara. Menjëherë pasi të ketë konstatuar ato, nëpërmjet reflektimit të menjëhershëm dhe praktikimit të mësimeve të mesazhet të krijuesit, njeriu nis procesin e shërimit prej sëmundjeve të ndryshme të shpirtit e të zemrës, sikurse nis në të njëjtën kohë procesin e çlirimit prej topësive dhe mangësive të tij të shumta. Për të ilustruar këtë, na vjen në ndihmë historia e Ademit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Na shfaqet mënyrë mënyrë se si shejtani i mallkuar u përjashtua prej xhenetit, edhe pse ishte prej adhuruesve të mëdhenj dhe prej atyre që ishte për ulur Allahut në sejdë për një kohë të gjatë. Si mund të ndodhë kjo? Po, mund të ndodhë sigurisht. Prej kësaj historie kuptojmë qartë se të gjithë besimtarët duhet të pastrojnë mirë zemrën dhe shpirtin e tyre, pasi Allahu i madhëruar, hapësirat dhe shenjat dhe të bekuarat të afrimit të tij i ka bërë të ndaluara për të gjithë ata që e kanë ciflisuar mendjen dhe zemrën e tyre në sjelljen djallëzore. Për kësaj historie të bukur kuptojmë dhe mësojmë se cilat janë pasojat e mendjemasisë dhe të arrogancës, të cilat shtyn iblisin e mallkuar të mos i bindej urdhrit të krijuesit për t'i bërë sejdë Ademit. Në këtë histori duket qartë çfarë do të thotë dhe çfarë ndodh nëse e kundërshton urdhrin e krijuesit, çfarë do të thotë të refuzosh direktivat e Allahut të madhëruar me justifikime të kota dhe boshe. Për kësaj historie mësojmë se çfarë ndodh kur iblisi i mallkuar i përgjigjet urdhrit të krijuesit me refuzim dhe mendjemasi, duke thënë: "Unë jam më i mirë se Ademi, më ke krijuar mua prej zjarrit dhe e ke krijuar atë prej dheut. Për këtë arsye nuk mund të bie në sejdë për nder të tij." Kjo mendjemasi e iblisit dhe kjo arrogancë e fodullëk adresuar krijuesit të botave u bë shkak që Bismillahirrahmanirrahim. Zbatimi të praktikimit të Kuranit. Prej normave shumë të rëndësishme të leximit të Kuranit dhe të përfitimit prej tij është vënia në praktikë dhe zbatimi i mësimit të tij. Kjo do të thotë se njeriu duhet të jetë i gatshëm të zbatojë dhe të vërë në jetë mësimin e përfitimit prej atyre ajeteve të bekuara. Menjëherë pasi të ketë konstatuar ato, nëpërmjet reflektimit të menjëhershëm dhe praktikimit të mësimeve të mesazhet të krijuesit, njeriu nis procesin e shërimit prej sëmundjeve të ndryshme të shpirtit e të zemrës, sikurse nis në të njëjtën kohë procesin e çlirimit prej topësive dhe mangësive të tij të shumta. Për të ilustruar këtë, na vjen në ndihmë historia e Ademit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Na shfaqet mënyrë mënyrë se si shejtani i mallkuar u përjashtua prej xhenetit, edhe pse ishte prej adhuruesve të mëdhenj dhe prej atyre që ishte për ulur Allahut në sejdë për një kohë të gjatë. Si mund të ndodhë kjo? Po, mund të ndodhë sigurisht. Për kësaj historie kuptojmë qartë se të gjithë besimtarët duhet të pastrojnë mirë zemrën dhe shpirtin e tyre, pasi Allahu i madhëruar, hapësirat dhe shenjat dhe të bekuarat të afrimit të tij i ka bërë të ndaluara për të gjithë ata që e kanë ciflisuar mendjen dhe zemrën e tyre në sjelljen djallëzore. Për kësaj historie të bukur kuptojmë dhe mësojmë se cilat janë pasojat e mendjemasisë dhe të arrogancës, të cilat shtyn iblisin e mallkuar të mos i bindej urdhrit të krijuesit për t'i bërë sejdë Ademit. Në këtë histori duket qartë çfarë do të thotë dhe çfarë ndodh nëse e kundërshton urdhrin e krijuesit, çfarë do të thotë të refuzosh direktivat e Allahut të madhëruar me justifikime të kota dhe boshe. Për kësaj historie mësojmë se çfarë ndodh kur iblisi i mallkuar i përgjigjet urdhrit të krijuesit me refuzim dhe mendjemasi, duke thënë: "Unë jam më i mirë se Ademi, më ke krijuar mua prej zjarrit dhe e ke krijuar atë prej dheut. Për këtë arsye nuk mund të bie në sejdë për nder të tij." Kjo mendjemasi e iblisit dhe kjo arrogancë e fodullëk adresuar krijuesit të botave u bë shkak që ai të pëlqej veten dhe të bjerë në këtë kurth të madh e të rrezikshëm. Këto sjellje të ulta djallëzore u bën shkak që ai të përjashtohet përjetësisht prej mëshirës së Allahut të madhëruar dhe të mos lejohet më kurrë të hyjë te hapësirat dhe sipërfaqet e shenjta të afrimitetit të tij. Secili prej nesh, prej ditës që ka lindur dhe ka ardhur në jetë, e mallkon iblisi, por çuditërisht një pjesë e madhe e jona ka sjellje të ulta dhe të poshtra, të ngjashme me ato të mallkuarit. Ajo që secili prej nesh duhet ta mendojë dhe ta meditojë me urgjencë sapo të përballet me këtë histori të mrekullueshme, është fakti se përjashtimi prej xhenetit dhe prej hapësirave të shenjta të afrimit nuk është një vendim apo një ferman i posaçëm i lidhur vetëm me iblisin e mallkuar. Duhet të vetdijsohemi dhe të kuptojmë se secili prej nesh bëhet pjesë e ushtrisë së iblisit dhe e pasuesve të tij, sapo të nisë të ushtrojë të njëjtën sjellje me të. Jemi pjesë të njëjtit kontingjent, nëse kemi të njëjtat sjellje me të, jemi të përjashtuar prej mëshirës së Zotit dhe prej hapësirës
hapësirave të shenjta të afrimitetit. Nëse do të ushtrojmë ndaj jetës të njëjtat skema e djallëzi që ushtron ai, duhet ta kemi të qartë të gjithë se gjithçka e ndaloi iblisin të përjashtohet, mund të na përjashtoj edhe ne. Madje frika ime shkon edhe më tej, sa herë druaj se për shkak të sjelljeve tona të jemi edhe ne pjesë të njëjtit mallkim që i adresohet atij. Leximi i kësaj historie të nderuar është një arsye më shumë për të medituar thellësisht dhe për të menduar rreth arsyeve që i bëjnë Ademin më të rëndësishëm dhe më të mirë se vetë ëngjujt. Njohja më nga afër e kësaj historie na shtyn të besojmë se secili prej nesh, sipas mundësive që ka, mund të ketë këto cilësi të larta, arsye të cilave, sipas dëshmisë së Kuranit, është fakti që Allahu i Madhëruar ja mësoi Ademit paqja e Zotit qoftë mbi të emrat. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin famëlar, Allahu ja mësoi Ademit emrat e çdo gjëje. Grada më e lartë e mësimit të emrave është vërtetimi i pozitës së emrave të Allahut. Prej gradave të larta të mësimit të atyre emrave është edhe numërimi i atyre emrave, ashtu siç është përmendur edhe në transmetimet e ardhura prej profetit të nderuar, paqja e begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, në të cilin thot, vërtet Allahu i Madhëruar ka 99 emra, të cilat ata që i numërojnë adhurojnë Zotin nëpërmjet përsëritjes së tyre. Do të hyjnë në xhenet. Numërimi dhe përsëritja e atyre emrave në vazhdimsi është shkak që njeriu të bëhet pjesë e parajsës që kuptimet e tyre përfaqësojnë. Nëpërmjet ushtrimeve të sinqerta të gjimnastikës shpirtërore, njeriu mund të shprehet dhe t'ia paraqesë ato ekzistencës. Nëpërmjet këtyre ushtrimeve të gojës dhe të shpirtit, njeriu e transferon qendjen për te hapësira e afrimitetit dhe mrekullia e atyre emrave, ndërhyn fuqishëm në jetën e tij për të marrë nën komandë të gjithë sjelljet e tjera të njeriu. Kjo gjendje e krijuar bën që të gjithë punët, veprat, angazhimet dhe lëvizjet e njeriu të jenë të veshura me ngjyrat e bukura dhe me aromen e këndshme të urtësisë hyjnore. Një tjetër hadith me kuptimin e përafërt vjen prej profetit të nderuar, paqja e begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, i cili ka thënë: shpirti i besimtarit është më fort i lidhur me Allahun e lartësuar nga çështrezia e diellit me vetë shpirtin dhe me dritën e tij. Në një tjetër hadith kutsi të vërtet sahih, të transmetuar nga profeti, paqja e begatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, prej Allahut të lartësuar lexojmë: robi im do të vazhdoj përpjekjen e tij për t'u afruar te unë nëpërmjet kryerjes së adhurimeve, nafil të pëlqyeshëm, të padetyrueshëm, derisa të arrijë të bëhet objekti i dashurisë sime. Dhe kur unë të dua, do të bëhem veshji i tij me të cilin dëgjon, syri i tij me të cilin shikon, gjuha e tij me të cilën flet dhe dora e tij me të cilën merr e jep. Në një hadith tjetër thuhet: ne jemi emrat e tij të bukur. Argumenti logjik të lidhur me këtë çështje janë të shumta. Në vija të përgjithshme mund të themi se të gjithë ata që synojnë dhe dëshirojnë të jenë fatlum, që përfitojnë dhe marrin prej Kuranit famëlar pjesën më të madhe të mundshme të mësimeve dhe të urtësive të tij, duhet të vënë në jetë dhe duhet të zbatojnë me përpikmëri këshillat, udhëzimet dhe mësimet e tij, menjëherë pasi të jenë të njohur me to. Kjo është rruga dhe mënyra e vetme për të pasur prej tij një përfitim sa më të plot. Në surën El-Enfal, Allahu i Madhëruar thot: besimtarët në të vërtetë janë vetëm ata, zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu përgëllojnë dhe kur lexojnë shpalljen e tij u forcohet besimi dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Referuar ajetit të mësipërm kuranor, të gjithë ata që synojnë të rrugtojnë për te Zoti i tyre duhet të shohin veten dhe të kenë cilësitë e përmendura në ajetet e mësipërme si njësi matës për besimin dhe deviacionin e tyre. Le ta pyesin vetëm her pas here: vallë, zemrat tona forgëllojnë, vallë, dridhen ato zemra prej drojës dhe frikës sa herë që përmendet Allahu, vallë, mbushen zemrat e shpirtet e tyre me dritë sa herë dëgjojnë të lexohen ajetet e Kuranit, vallë, mbështetet njeriu vazhdimisht te Allahu i Madhëruar sa herë që përballet me vështirësitë e kësaj bote. A e ndjen vallë njeriu sa herë që lexohen këto ajete se është i papërfshirë nga këto gjendje paqeje dhe nga kjo hapsh lumturie, gazmon thellë qenies përmendjen e tyre. Nëse njeriu dëshiron vërtet të kuptojë nëse ka frikë Zotin apo jo, le të hedhë një vështrim të shpejtë mbi punët dhe veprat e tij. Njeriu nuk duhet kurrësi të ushtrojë arrogancë dhe mendjemadhësi hapësirave të shenjta të Allahut, dhe nuk duhet kurrësi të shkel e të tejkalojë kufit e vendosura prej Allahut të Madhëruar në praninë e tij. Ai është i pranishëm, i përhershëm. Ai duhet të kuptojë se nëse besimi i tij beson rritje gjatë këndimit të ajeteve të shenjta të Zotit, nuk ka dyshim se drita hyjnore ka për të pushuar të gjithë hapësira e prekshme dhe e dukshme të qenies së tij. Pasi është prej gjinisë të pamundres që zemrat e një njeriu të jetë e mbushur me dritën hyjnore dhe të mos ndodhë njëjta gjë me shikimin e tij, me dëgjimin, me syt, me veshët dhe me gjuhën. Është e pamundur të mos ndodhë njëjta gjë me të gjithë gjymtyrët e tij. Një qenie e ndriçuar është tërësia e fuqive të ndriçuara, të dukshme, el malakia, dhe të padukshme, el malekutia, të vetë asaj. Ndriçimi i qenies, udhëzimi i saj, transferimi për të lumturia e përjetshme dhe për të rruga e drejtë, e shndërron atë në një
shtëllunk të madhe drite që mund të ndriçojë bashkë me veten edhe shpirtrat dhe zemrat e pjesës tjetër të njerëzimit. Ndriçimi i saj mund ta nxjisë pjesën tjetër të njerëzve të nisë rrugtimin e tyre kaq të bukurës dhe njerëzores. Një qenie e dorëzuar plotësisht ndaj Allahut të lartësuar dhe e dorëzuar plotësisht ndaj caktimit të tij. Një qenie që është kaput tërësisht vëmendjen prej asaj çfarë gjendet në duart e njerëzve dhe përqendrohet vetëm te ajo çfarë Allahu i madhëruar e ka caktuar për të. Ata që e dorëzojnë nevojat, dhimbjet, pafuqitë dhe varfëritë e tyre të duart e caktimit të Allahut dhe të hambarët e pasurisë së tij absolute. Ata që nuk e kërkojnë zgjidhjet e vështirësive dhe përmbushjet e nevojave të tyre të njerëzit e tjerë, Allahu do t'u mjaftojë dhe ka për të qenë pranë tyre me ndihmën dhe me përkrahjen e tij të madhe. Kështu pra, detyra e një besimtari të mirë, i cili ka nisur rrugtimin e tij për të hapësira e shenjtë e afrimitetit dhe për kushtimin ndaj Allahut të madhëruar, është t'ia paraqes veprat e tij Kuranit famlar dhe t'ia koelardojë ato nëpërmjet kontrollit të pandërprerë tek ajetet fisnik, ashtu siç hadithet e profetit të nderuar